Duke harruar rezultatin turpërues të 11 majit dhe ende pa marrë përgjegjësitë që u takojnë krerët e Partisë Demokratike, duket se janë kthyer normalitetit të vjetër, atij të parazgjedhjeve kur çdo gjë rrotullohet rreth një emri të vetëm, Sali Berisha. Pas ditën e djeshme, sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka njoftoi anëtarët e Këshillit Kombëtar që të mblidhen sot para prokurorisë së posaçme, pasi kryedemokrati Sali Berisha do të jetë në SPAK sot në orën 9:30. Ky i fundit do të paraqitet në ambientet e SPAK për zbatuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Të dashur miq, nesër ditën e hënë ora 9:30 kryetari i PD profesor doktor Sali Berisha do të jetë në kryet e SKAP-it. Faleminderit, thuaj në mesazhin e Nokës në grupin e WhatsApp të Këshillit Kombëtar. Mungesa e një analize të thellë mbi atë që ndodhi në zgjedhjet e 11 majit, mungesa e përgjegjësve për rezultatin, përtej akuzave për manipulim dhe vjedhje votash, mungesa e së paku një sqarimi ndaj demokratëve dhe thirrja e tyre për të protestuar përballë SPAK-ut, sikur nuk ka ndodhur asgjë, zbulon edhe një herë arsyen e mbledhjes së PD-s dhe përzënies së disa figurave kontradiktore. Përkundrazi, thirrja e tyre për të protestuar përballë SPAK, sikur nuk ka ndodhur asgjë, është treguesi i kthimit të PD-s në një instrument presioni kundër drejtësisë, sa herë që Berisha dhe njerëzit e tij ndihen të kërcënuar. Një PD pa debat të brendshëm, pa transparencë dhe liri fjale, është kthyer tashmë pa diskutim në një vegël për hallet personale të Sali Berishës.